sigurisht të Guzati i tim më mirë, sepse është edhe përfaqësues i veteranëve të luftës, por nga ajo që ka shohim në publik, qeveria e Kosovës ka qëndruar jashtëzakonisht indiferente ndaj gjithë këtij procesi. Pra, po flasim këtu prej nivelit simbolik e deri në nivelet e problematizimit këtij procesi në rrafshe të tjera. Pra, nuk po flasim vetëm për kancelarit dhe për diskutimet e qeverisë që mund t'i ketë bërë me njerëz apo figura të rëndësishme ndërkombëtare ku do ta raportonte rrjedhojen e gjithë këtij procesi, por do të thënë që zoti Kurti, zonja Osmani, në të shumtën e rasteve nuk i kanë mbështetur as protestat që janë organizuar për krerët e OÇK-s. Gjithashtu do të thënë që zoti Kurti nuk i ka vizituar asnjëherë kaqen të OÇK-s që janë në Hagë. Gjithashtu ka pasur telashe edhe sa i përket financimit për mbrojtjen e tyre. Pra ka avokat që janë largu, ndërkohë që ka pas fonde të pamjaftueshme për mbrojtjen e tyre, ka pas nevojë që të bëhet thirrje edhe për fonde private në kuptimin që njerëzit e vullnetit mirë të financojnë për të pasur stabilitet në këtë drejtim. Pra, qeveria e Kosovës, këtu përveç qeverisë mund ta fus edhe presidenten, kam pasur një qëndrim që për mua është pak i çuditshëm, sepse këtu nuk po bëhet fjalë për 4 individ, këtu po bëhet fjalë për krerët e OÇK-s, po bëhet fjalë për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Dhe qëndrimi indiferent, gati së shpërfillës, po flas deri me tani, i qeverisë dhe i presidentës, mendoj që përveç se i habitshëm ka qenë edhe i dëmshëm, edhe për luftën në përgjithësi, po gjithashtu edhe për Kosovën, sepse mendoj që një dënim potencial i krerëve të OÇK-s është një goditje mbi legitimitetin e shtetit Kosovës gjithashtu. Hoti, seanca sot e konstituimit të kuvendit ishte parashikuar se u thirr nga presidenti në orën 12 me kërkesë të vlora Çitakut për shkak të gjyqit që mbahet në Hagë, do të mbahet në orën 17. Konkretisht, sot do të konstituohet kuvendi që do të thotë do të zgjidhen edhe 4 nënkryetarët njëherësh edhe kryetaria e kuvendit? Po, sot do ta kemi konstituimin e kuvendit dhe nga sinjalet që janë dhënë, do ta kemi zgjedhjen e kryetarit, fillimisht betimin e deputetëve, që është një procedurë e zakonshme, pastaj zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe zgjedhjen e 5 nënkretarëve realisht të kuvendit, 3 që i përkasin 3 partive më të mëdha shqiptare dhe një që i përket komuniteteve jo shumicë të tjera dhe një që i përket komunitetit jo shumicë serb. Por nga çka kemi parë si sinjal që është dhënë nga partia në pushtet, realisht që ka qenë në pushtet dhe po pretendon të jetë në pushtet nga vendosja, është që për t'ju shmangur tashmë problemit me nënkryetarin e listës serbe, për cilin ka pasur në legjislaturën e fundit, e cila su jetësua kur, ka pasur telashe dhe tash ka një vendim të kushtetuesës lidhur me këtë, për t'ju shmangur si me thënë, asaj hipokrizisë politike që ka shfaqur vendosja gjatë gjithë kësaj kohe, këta po duan që tash nënkryetaret t'i votojnë pako, ashtu siç ishte edhe më herët në shumicën e legjislaturave. Pra ka qenë vendosja që në herën e fundit ka qenë subjekti politik që ka kërkuar që nënkryetari i pakicave të tjera dhe nënkryetari i listës serbe të votohen ndaras, ndërsa tash thanë që ka konsensus që të votohen në pako.